kështu që unë rrajt i kam të Kosovës, edhe unë gjithmonë kam u kanë shqiptare, edhe kom vendos gjithmonë, gjithë kom pas qef shqip për me knuen. Në fakt, s'po di qa më të përgjigj, unë e ndje... E ndje për me knu në gjuhën tënde, po besoj në gjuhën cilë veç edhe familja jote është rrit, po edhe ti si shqiptare, fakt shto. Qashto, ama në fakt që tasht kam e bo një këngë anglisht. Okej. Vetëm shkoko edhin për ata që nuk e kuptojnë gjuhën shqipe. Kom vendos të pakte një këngë me ba, se ne i kam njerës që më përcilën shumë edhe këtë në Suedi. Edhe një këngë, kom thonë bile t'ja bëj anglisht. Ama kështu të përgjithsisht shqipë. Definitivisht, kur hina anë mi këqyrë këshërjetet e tua sociale, e pas që një numër shumë të madhë kishe mbështeca të jashtë vendit, edhe po ashtu edhe shqiptar, edhe që fakt unë puni për Shqipje shumë, sepse tash fakt ishe një grua e njohur kështu për një numër të madhë të njerëzve, edhe muzika fakt nuk të bën problem nëse veç ti dëshiron me arrit diçka. Na tregove që keme publiku një këngë, çka pritet të ndodhë fakt në kohët tashmë? Qka kemi publiku, qka na pret pas kësaj muzike të cilën veç na tregoj qka të bëj me depresionin edhe krejt të situata? Unë e kam një tema, Po. Në këngë të mija që gjithmonë më kanë me kallëzu një histori që me thonë, po më kanë pozitiv.